Prej 2 javësh kjo është rutina e shumë fëmijëve në kryeqytet. Këtu në pishinën e Gërmis, të veçët kanë mundësi që të mësojnë notin. Kjo përmes një iniciative të ndërmarrë nga Komuna e Prishtinës për të ofruar kurse falas. Nga kjo nisëm po përfitojnë nxënës të shkollave publike nga mosha 9 deri në 11 vjeç. E të lumtur nga kjo eksperiencë janë vetë fëmijët. Po, shumë është i mirë, edhe shumë i përshtatshëm uje dhe po, jënë të mësu me notu ma mirë. Shumë mirë dhe eksperienca ka qenë shumë e mirë dhe kemi mësuar shumë gjona të reja. Kursi i notit është shumë interesant dhe ishte plot aventura. Ndërsa nuk harrojnë të shprehin falënderime edhe ndaj instruktorëve. Unë në këtë kursin e notit kam mësuar shumë gjona të reja, edhe i falenderoj shumë instruktore që këtë mundin që e ka bo për neve. Kam kalu shumë mirë edhe kam mësuar gjithçka shumë sane të reja, e falenderoj mësuesen që na ka mësuar shumë gjona, na ka mësuar me notu. Kursin e notit po e monitorojnë nga afër edhe prindërit. Të njëjtit thonë se programe të tilla i nevojitën kryeqytetit. Programi ka shku shumë mirë, e kena përcjell nga afër si prind, fëmija kanë qenë të kënaqur edhe besoj që kanë mësuar si të reja gjatë notit. E kënaqur me komentet pozitive është drejtoresha e pishinës së Gërmis, Medina Krasniqe. Kemi marrë përshtypje shumë pozitive nga të gjithë, si nga fëmijët ashtu edhe nga prindërit. E kanë përkrahur këtë iniciativë dhe janë shumë të lumtur për këtë kurs që është duke u zhvilluar në pishinën e Gërmis. Të përfshirë në këtë konkurs janë edhe fëmijët me aftësi të kufizuara. Me ta është knatësi me punu, nështë është hera parë, ju ka japë mundësi aty në më përfshi, ka fëmijë, edhe javën e parë kemë pas fëmijë dhe këtë javë që pelon pas, po është, na mundohemi ata mi përfshi edhe ata luajnë, frikën e largojnë. Si që është bërë ditur nga Komuna e Prishtinës, këtë konkurs po e njekin rreth 700 nxënës të shkollave publike.